Përshëndetje miq, ka filluar pjesa e dytë e takimit të javës së fundit të grupit A të kategorisë dytë midis skuadrës vendase të Naftëtarit dhe skuadrës mike të Beslidhjes, ndërkohë që pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 1-0 në favor të skuadrës së Beslidhjes me gol të shënuar nga Hila në minutën e 30. Ndërkohë që vendin e Hilës në pjesën e dytë e ka zënë Raboshta, pra Hila e ka lënë fushën e lojës së bashku me shëritjen e kapitenit dhe vendin e tij e ka zënë Raboshta, i cili ka dhe është dhe kapiten i skuadrës për pjesën e dytë të takimit Naftëtari Beslidhja. Ishte një përdorim i topit aksioni i skuadrës së Naftëtarit. Ndërkohë që vazhdon dueli i zakonshëm i kësaj ndeshje, pra ndërmjet Akansase dhe numrit 15 Dedaj, sa duket me detyra të veçanta, mbrojtësi i skuadrës së Naftëtarit Dedaj për sulmuesin e skuadrës Beslidhjes Akansase, ndërkohë që kemi një lojtar të skuadrës vendase të dëmtuar, është numri 20 Obina, i cili po merr ndihmën mjekësore nga stafi mjekësor, pasi është dëmtuar në një dy luftim me njërin prej lojtarëve të skuadrës Beslidhjes. Ndërkohë që ndeshjet tjera të grupit A të kategorisë dytë, Veleçiku 0, pjesë e para, Erzeni 1, Sopoti Librashtit 3, Gramshit 0, Basanja 0, Tërbuni 0, Adriatiku 0, Luzi Vogël 4 dhe ndeshja që luhet në stadiumin Bashkim Sulejmani të qytetit Kuçovës midis Naftëtarit dhe Beslidhjes është 0-1 në favor të skuadrës së Beslidhjes me gol shënuar nga Hila në minutën e 30. Hila, kapiteni i skuadrës për pjesën e parë, i cili në pjesën e dytë ja ka lënë vendin sulmuesit Raboshta, i cili ka dhe shëritjen e kapitenit të skuadrës. Është aksioni i shpejtë i skuadrës Naftëtarit. Kemi një dy luftim, do të thoja unë, të shohim në zonën e rreptësisë. Një goditje nga këndi. Do ta ekzekutoj këtë goditje nga këndi në krahun e majt. Azizaj ka harkuar dhe topi ka kërcyer portieri i skuadrës së Beslidhjes Molla dhe Kruja të shohem pasi rikorrigjojmë Në pjesën e dytë
është futur Bega. Të shohim se vendin e kujt ka zënë Bega me numër 22. E ritheksojmë ashtu si që kemi thënë të herë të tjera, në jo pak raste kemi hasur në vështërsi, pasi ndryshe shkruhen emrat në protokollet zyrtare, ndryshe në formacionet e trajnerëve, dhe jemi të detyruar të qëndrojmë besnik emrave të lojtarëve që kanë të shënuar mbi numrat që mbajnë mbi shtëpinë, por në këto liga, në jo pak raste, disa skuadra nuk i kanë emrat. Për shembull, skuadra në Fetarit ka vetëm të shënuar numrin dhe emërtesën në Fetarit, ndërsa tek skuadra e Beslidjes janë emrat e lojtarëve të shënuar mbi numrat, edhe pse në këtë kategori nuk është detyrim, ndërkohë që sa duket në anën formale zyrtare Beslidja i ka paraprirë kategorisë parë, pasi që në fillim të këtij sezoni ka patur emrat si detyrim protokollar, emrat e lojtarëve mbi numrat. E ka personale me kajnë që mbajnë bluzat e tyre, rivënje anësore për skuadrën mike, Gurbanov, Bega në kraun e djaft. Kruja ka gabuar. Këto vish marrë nga skuadra, nga lojtarët e skuadrës vëndase, nisi një aksion Azizaj, gjithë një Azizaj ka shpangur njërin për lojtarëve të skuadrës. Ka pasur i top mjaft të bukur, por i pozicion jashtë loje. Pozicion jashtë loje i sulmuesit të skuadrës së Naftëtarit, dhe kështu që kalon në ky moment një vështirë për Portën Lezhane, pa patur ndonjë problem. Është numri 20 i skuadrës Obina, ka kthyer topin prapa. Pastaj është numri 2 Gjyrkon Gjobe për Beslidën në kraun e majt, ka shqetësimin e mbrojtësit të kraut të djathtë. Gjyrkon, aksion i skuadrës së Naftëtarit, është ka ndërhyrë Beci, Neziri, ka një moment të diskutueshëm. Lojtarët e skuadrës vëndase pretendojnë për një 11 metrash, pasi sipas tyre lojtari sulmuesi i tyre Benson është shpenguar në mënyrë të parregull, por nuk ka qenë i këtij mendimi. Nuk ka qenë i këtij mendimi gjyqtari kryesor, i cili nuk e ka çmuar të tillë 11 metrashin e pretenduar, dhe tani kemi një karton të verdhë, pasti një karton të kuq. Ka protesta nga lojtarët e skuadrës së Naftëtarit. Ishte një 11 metrash i fituar me intuit, do thoja, nga njëri prej sulmuesve të skuadrës së Beslidjes, i cili me paramendime ka dërguar topin tek. Dhe jemi në minutën e 8 të pjesës së dytë.
Dhe 11 metrësh në favor të skuadrës Beslidhjes, të cilën do ta ekzekutoj i zakonshmi, do të thoja Raboshta. Jesmin Raboshta është përballë portierit të skuadrës së Naftëtarit Refat. Gjyqtari ka bëshkëllyer momente emocionuese. Raboshta ka gjuajtur dhe 2-0. Pra minuta e 10, Beslidhja 2, e Naftëtarit 0. Një minutë më parë ishte një pretendim i skuadrës vendase për një 11 metrësh, pasi njëri prej lojtarëve të skuadrës së Naftëtarit dhe pikërisht Benson u pengua në mënyrë të thoja të diskutueshme në brenda zonës së 16 metrëshit. Vendasit pretenduan për një 11 metrësh, por gjyqtari kryesor ishte fare pranë aksionit dhe nuk e çmoi një të tillë, e mbase ka qenë edhe një stimulim aksioni i skuadrës Beslidhjes. Raboshta, golshënuesi, autori golit të dytë me 11 metrësh 1 minutë më përpara. Topi është marrë nga lojtarët e skuadrës së Naftëtarit, të cilët e psojnë shumë shpejt golin e dytë, ndërkohë që pritej reagimi i tyre në tentativë për të barazuar. E tani pritet një zëvendësim për skuadrën e Naftëtarit, ose më saktë janë 2 zëvendësime, në numrin 9 dhe numri 14. Ka është larguar edhe Azizi. Numri 9 ka zënë vendin e numrit 19, ndërsa numri 14, numri 14 do të zërë vendin e numrit 20. Ka debate midis lojtarëve të dyja skuadrave me njëri tjetrin. Për skuadrën e Beslidhjes, vendin e Mehmetit e ka zënë Bega, ndërsa vendin e Hilës e ka zënë Raboshta.
Dhe tani është larguar Temja dhe vendin e tij e ka zënë, të shikojmë protokollin. Është larguar Ramilli dhe vendin e tij e ka zënë Temja. Në minutën e 57 ndërsa të shohim edhe zëvendësimet e skuadrës naftëtarit. Moment i vështirë. Gurbanov ka gjuajtur brenda zonës. Ndërkohë që për skuadrën e naftëtarit është larguar Obina dhe vendin e tij e ka zënë Shabanaj. Pra në minutën e 10 të pjesës dytë të ndeshjes ose në minutën e 55 është Shabanaj që luan për ngjyrat e skuadrës së naftëtarit, ndërkohë që Shabanaj është një lojtar i ri që sezonin e kaluar ka luajtur për ngjyrat e skuadrës së Beslidjes. Aksion Shabanaj ka zënë vendin e Benson, ndërkohë që Beslidja përgatitet edhe për zëvendësim tjetër. Është Fusha, sulmuesi i ri Fusha, i cili pritet të jetë pjesë e lojës, ndërkohë që kemi në minutën e shkojmë drejt minutës 20 të pjesës së dytë dhe rezultati vazhdon të jetë 2-0 në favor të skuadrës Beslidjes. Ka shënuar
hile në pjesën e parë në minutën e 30. Është larguar tashmë sulmuesi Akansase dhe vendin e tij do ta zër Fusha. Sulmuesi i ri Fusha do të futet në lojë në minutën e 60, pra kanë kaluar, më falni, kanë kaluar 5-16 minuta lojë. Dhe Fusha është futur në lojë në minutën e 20 të pjesës së dytë ose minutën e 65 të krejt takimit. Bega ka ndërhyrë Fusha, ka pasuar për tek Kurbanov. Bega Raboshta, kapiteni i skuadrës, ka lëshuar i top të gjatë në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës, pas siguri e portierit të skuadrës Naftëtarit dhe skuadra e Beslidhjes për pak sa nuk shënoi golin e tretë, pra topi ka dalë jashtë vijës fundore, pasi ka parakaluar gjithë zonën e rreptësisë. Ishte një dalje e gabuar e portierit të skuadrës vendase Refat. Dhe është Kruja, sa duket, po Kruja në krahun e djathtë në këtë goditje në këndi. Aksioni shpejt i skuadrës së Naftëtarit në Obina. Esiri ka kërcyer me kokë Gurbanov, top për gjobe me krahun e majtë të mbrojtjes, e ka kthyer prapa përsëri Gurbanov, ka pasuar për tek Temja, kynë të djathtë Nina. Onana, gjithë një Onana ka kaluar mesin e fushës, ka pasuar në të djathtë. Raboshta ka gjujtur dhe jashtë, pra aty në vijën e 16 metrëshit. Raboshta pasi mori një top nga Gurbanov, nga krahu i djathtë i sulmit skuadrës Beslidhjes, ka gjujtur por pa saksinë e duhur. Është numri 3. Ka dalë portieri Molla, ishte një aksion i rrezikshëm i skuadrës Naftëtarit, i mosmarrëveshje midis Temjes dhe Becit. Temja ka kthyer prapa për portierin Molla. Beci, Onana në të djathtë, përsëri topi është thyer tek Onana. Kruja ka shmangur dhe ka pasur një top të gjatë në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës Beslidhjes, por ndërhyn mbrojtja skuadrës vendase. Onana ka kthyer për tek Beci. Ky e ka kthyer më në thellësi për tek portieri i skuadrës së Beslidhjes Molla. Ka kthime prapa
të shumë topave. Nis një aksion tjetër i skuadrës së Beslidhes, e cila ka kaluar 25 minuta lojë në pjesa dytë ose 70 minuta lojë në fillimi saj. Vazhdon rezultati 2-0 për skuadrën e Beslidhes me gol të shënuar nga Hila në minutën e 30 dhe Raboshta në minutën e 57 me 11 metrash pranë 2-0. Kemi një lojtar të skuadrës së Ky numër 25 për skuadrën e naftëtarit. Në minutën e 60 Isso é show do poder pegou tempo. Zëvendësimi kryer në minutën e 70 është larguar Malaj dhe vendin e tij ka hyrë numër 25 që duhet parë protokolli se kush është ky lojtar. Pra largohet mbrojtësi i krahut të majtë të skuadrës së naftëtarit. Ke sa teme në 14. Rivënje me duar është Gjove. E ka dërguar me tepër forcë për tek Raboshta. Kruja ka pasuar një aksion i bukur fusha, por kemi një pozicion jashtë loje, pra Kruja nis një top mjaft të bukur për fushaj, por kemi një pozicion jashtë loje dhe një herë është një lojtar të skuadrës naftëtarit të dëmtuar, i cili kërkon është mbrojtësi Dedaj, që është dëmtuar, ndërkohë që duhet theksuar që skuadra e vendas e naftëtarit
luan pjesën e dytë me një lojtar më pak pasi kapiteni i skuadrës Gjishti është ndëshkuar me karton të kuq, fillimisht me karton të verdh dhe më pas me karton të kuq për protesta ndaj gjyqtarëve. Në momentin që skuadra në favor të skuadrës së Beslidjes u akordua 11 metrësh, kishte pretendime nga ana e lojtarëve të skuadrës Naftëtarit dhe pikrisht Gjishti ka kapiteni i skuadrës ndëshkuar me karton të kuq dhe kapiten i skuadrës është që prej asaj minute është Dedaj, tërkohë që kemi zëvendësim tjetër në radhë të skuadrës së Beslidjes është Alsani me numrin 2 mbrojtësi Alsani, i cili sa duket të shohim pra kryet zëvendësimi është tërhequr nga fusha e lojës Kruja në minutën e 75 ka zënë vendin e Krujës. Kruja në një ditë jo aq të mirë sot, pra nuk ishte në nivelin që pritej, por pavarësisht nga kjo përgëzohet nga trajneri Plori. Duhet të thënë se Kruja është lojtar me mjaft eksperiencë, është një lojtar inteligjent, një lojtar që ja vlen çdo ekipi, as më tepër ekipit të Beslidjes. Është aksion tani i skuadrës së Naftëtarit, por nuk është të thënë që gjenja lojtarëve të jetë e njëjta në të gjitha. Ka një moment të vështirë, ka gjuajtur me mjaft forcë, por ka grushtuar për mrekulli dhe portieri i skuadrës së Beslidjes. Ishte një aksion i bukur nga krahu i djathtë i skuadrës vënëse të Naftëtarit, por një rakim mjaft i shpejtë edhe i portierit Molla. Dhe kështu që kalon ky moment i vështirë në portën e skuadrës së Beslidjes. Azizaj në dy luftim me Raboshtën. Gurbanov ka pasuar në të djathtë për fushën, sulmuesi fushën ka gjuajtur, por topi ka patur forcë më shumë se sa duhet dhe ka fluturuar shumë metra lart mbi travers pa problem për portën e portierit Refat. 30 minuta lojë nga pjesa e dytë e takimit. Vazhdon rezultati 2-0 në favor të skuadrës mike të Beslidjes. Korrigjoj minutën, jemi në minutën e 35 të pjesës dytë ose minutën e 80 të lojës. Teksa kanë mbetur edhe 10 minuta lojë, vazhdon të udhëheq skuadra mike e Beslidjes këtu në stadiumin Bashkim Sulejmani me rezultatin 2-0. Ka shënuar Hila në pjesën e parë minutën e 30 dhe ka dyfishuar rezultatin në Raboshta me 11 metrësh në pjesën e dytë në minutën e 8 të kësaj pjese. Ndërhyr Beci, pastaj Temja, dy luftim është numri 21 Brooklyn. Ka një ndërhyrje të qyshtarit dhe goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidjes. Më falni, të shohim, po në favor të skuadrës së Beslidjes është goditja e dënimit pasi njëri prej lojtarëve të skuadrës vendase ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar ndaj njërit prej lojtarëve të skuadrës së Beslidjes e pikërisht ndaj mbrojtësit Temja. Trajneri Plori udhëson të tit
Topi gjap pa adres. Rivënia anësore. Goditje dënimi është Azizaj. Ka pasuar shkurta si për një shok të tij të skuadrës. Azizaj e ka vonuar në pasim. Përsëri Azizaj ka gabuar. Bega Alcani futur në vendin e Krujës. Gjithë një Alcani ka pasur mjaft bukur për Raboshtën në krahun e djathtë. Rivënia anësore. Raboshta tentoi të shmangte njërin prej lojtarëve të skuadrës vendase, por pamundur e ndërkohë që përshëndetet me të. Dhe kemi zëvendësim tjetër. Do të hyjë në fushën e lojës numri 16. Të shohim se kush do të dalë. Është një zëvendësim në radhët e skuadrës së Naftëtarit. Do të lërë fushën e lojës. Të shohim është numri 16 që do të futet në lojë. Por të shohim se kush do të lërë fushën e lojës, ndërkohë që gjyqtari kryesor i jep sinjalin që nuk kemi mundur të identifikojmë numrin e lojtarit që do të lërë fushën e lojës, por të ditur se kush është larguar nga fusha e lojës, sa duket është Azizaj. Azizaj ka lënë fushën e lojës dhe futur numri 16. Të shohim. Është është larguar Azizaj dhe në vendin e tij është futur numri 16, por nuk arritëm dot të evidentojmë numrin e lojtarit që u largua nga fusha. E ripërsërisim për të disatën herë këtë fenomen të ndodhur, jo vetëm në këtë ndeshje, por në shumë ndeshje që ne kemi transmetuar drejt për drejti. Pra ka një mos akordim, do të thojë, ose mos përputhje midis detyrave funksionale të secilit prej atyre që kanë përgjegjësi për të kryer ashtu siç duhet detyrën e tyre. Pra, gjyqtari 4 e ka të detyrueshme me rregullore që të bëjë me dije jo vetëm për veten e tij numrin e lojtarit që zëvendësohet, por edhe për tribunën qendrore dhe spektatorët, gjë të cilën në këtë moment nuk e kreu, ashtu siç dhe herë të tjera gjyqtarë të tjerë, gjë e cila ne na vështirëson shto këtu që në jo pak raste
Edhe bazimi tek protokollet nuk funksionon pasi nuk është asgjë korrekte. Sa duket është larguar numri 19 një skuadrës së naftëtarit Benson aksion i skuadrës së naftëtarit numri 11 Rafael, por ka gabuar, ka ndërhyrë të mbrojtësi Beci. Udhëheq skuadra e Beslidjes me rezultatin 2-0 në golet shënuar nga Hila në pjesën e parë minutën e 30 dhe Raboshta me 11 metrash në pjesën e dytë në minutën e 8. Kanë mbetur më pak se 3 minuta nga më pak se 2 minuta nga koha e rregullt. Ka ndërhyrje në sparkat e njërit prej mbrojtësve, ka pikërisht numri 3 Temja. E ka larguar, por këmbgullin përsëri Kuçovarët. Një top brenda zonës, por ndërhyrën me kokë një mbrojtës që ka larguar topin, nis një aksion fusha, por është Dedaj e ka kthyer topin prapa. Kapiteni Dedaj e ka marrë shiritjen e kapitenit pas largimit me karton të kuq gjishtit kapitenit të skuadrës në momentin që gjyqtari kryesor akordoi 11 metrash për skuadrën e Beslidjes. Raboshta ka pasuar prapa. Gurbanov, gjithë një Gurbanov ka pasuar në të djathtë për Alsanin, i cili ka dhënë topën Raboshtës. Raboshta ka tentuar të nisë një top brenda zonës për fushaj, por ka ndërhyrë mbrojtja, e ka larguar topin në rivenja anësore. Është Neziri që shkon për ta rikthyer në lojë përmes një rivenja anësore me duar në krahun e djathtë 56 metra. Në të djathtë afro 10 metra në të djathtë topi është më përpara, pra është në gjysmën e fushës së skuadrës. Ka një goditje dënimi pasi sulmuesi fushaj ka ndërhyrë në mënyrë të parregullt ndaj mbrojtësit të skuadrës të naftëtarit. Që top në zotim të lojtarëve të skuadrës naftëtarit. Një lëvizje mashtruese e njërit për lojtarëve, por gjyqtari 4 ka akorduar 3 minuta shtesë, e cila ka nisur në fakt ashtu si në pjesën e parë nuk pati
vonesa në lojë, por duke llogaritur zonësimet e kryera kanë qenë të shumta në këtë pjesë të dytë të lojës. Është e drejtë, do të thoja, koha shtesë prej 3 minutash, një top i gjatë, ka dalë portieri Refat, që fillimisht nuk e ka zotruar mirë topin, i ndodhur pranti ishte Gurbanov dhe Fusha, të cilët me prezencën e tyre shqetësuan dhe portieri u detyruai të sakrifikoi me ndryrën e dytë. Top tani dhe gjyqtari 4 luan me topin siç tjetë pjesë e formacioneve të skuadrave. Për të kaluar këtë plokshti, do thoja edhe tati pasi loja është pa ndonjë ritëm. Moment Shabana i brenda zonës, gjithë një Shabana e shpenguar, por e ka marrë topin lëviz bukur brenda zonës, ka gjuajtur, por jashtë, jo, ka ndërhyrë portieri. Ishte një manovrim i Shabanait brenda zonës e 16 metrëshit. Shmangu 2-3 lojtarë, u pozicioniua djathtas gjuajti, por gjujtja ka qenë jo në nivelin e kërkuar dhe nuk ishte gjujtje që mund të shkaktonte probleme dhe ka ndërhyrë pa problem portieri Molla, i cili pritet nga momenti në moment fishkullima e gjyqtarit kryesor për përfundimin e kësaj ndeshje, e cila mund të themi që ishte një ndeshje pa ndonjë emocion, një ndeshje pa ndonjë ritëm, një ndeshje ashtu siç e tham në krye të herës, një ndeshje vetëm statistikore, por që ka rëndësinë e saj pasi skuadra mike e Beslidjes vazhdon të fitojë, pra e mbyll këtë kampionat pa humbje. Është një rekord, do të thoja, i skuadrës lezhjane, një rekord për të shënuar në historikun e saj dhe të kampionateve shqiptare, pasi në dijenin time modeste nuk kemi deri tani një skuadër e cila nuk ka humbur në një kampionat, siç është Beslidja. Sipas vetëm e barazim, as humbi. Ja shikoj, dhe ka përfunduar, mbase duhet të korrigjojmë ato që thash për të parë statistikat. Ka përfunduar kjo ndeshje me rezultatin 2-0, një ndeshje të cilën e ka fituar skuadra e Beslidjes, një ndeshje që e ka merituar fitoren, ka shënuar hile minutën e 30 të pjesës parë dhe pastaj është raboshta minutën e 8 ose në minutën e 57 të takimit, që ka dyfishuar rezultatin me 11 metrësh. Me këtë rezultat ka përfunduar gjithë takimi, ka tani përqafime të lojtarëve të skuadrës së Beslidjes me njëri tjetrin, por ka shtrëngim duarsh edhe të trajnerit Plori me gjyqtarët e takimit. Ka këmbim dhe përqafime duarsh edhe nga lojtarët e skuadrës vendase dhe brohoritje të tifozërisë së skuadrës së Beslidjes, e cila ka rrugtuar nga Lezhë për të parë këtë ndeshje dhe për të përcjellë këto emocione që vërtet ja vlen që të përcillen
drejt për drejti është trajneri Plori përqafohet me të gjithë lojtarët dhe pjesëtarët e tjerë të stafit një gëzim i ligjshëm, një sukses i merituar i skuadrës së Beslidjes, sukses i cili është arritur fal meritës, fal investimit, fal përkushtimit të treguar në mënyrë të veçantë nga presidenti i skuadrës së Beslidjes, zoti Pirin Fushaj. Jemi në këtë transmetim të drejt për drejt të këtyre emocioneve, ashtu si që kemi bërë edhe në ndeshjet e tjera, pra kemi shoqëruar ekipin e Beslidjes së bashku me mikun tim të hershëm, Agustin Cien Marini, dhe emocionet cilat janë përcjellë edhe nga televizioni Star Plus, dhe ja ka vlet kjo sakrificë jona për të përcjellë tek tifozëria zjarrt lezhjane, tek dhjetra qindra e pse jo dhe mijëra të cilët nuk kanë patur mundësi që ta ndjekin ashtu siç kemi patur mundësi dhe pse jo kemi dhe sakrifikuar ne për ta ndjekur ekipin në çdo ndeshje brenda dhe jashtë fushës së saj, sakrificë e cila ja ka vlet dhe është kurorzuar me këtë fitore. Me këtë fitore, të fitoren e ndeshjes së sotme, por mbi të gjitha me fitoren e arritur 2 javë përpara përfundimit të kampionatit, pra realizimin e objektivit të daljes në kategorinë e parë të skuadrës së Beslidjes. Tani lojtarët po bëjnë fotografinë e çastit tek stenda. Ekipi fitues i kategorisë së dytë, pra skuadra e Beslidjes, e ka mbytur këtë kampionat pa humbur. Një sukses për të shënuar në historinë e skuadrave shqiptare dhe është tani kapiteni Karakashi, i cili edhe pse nuk luajti në ndeshjen e sotme, që do të marrë kupën fituese të sa duket është Kristaq Mile, ish lojtari njohur i skuadrës së Tomorit Berati dhe ekipit ton kombëtar, i cili i dhuron kupën e fitores kapitenit të skuadrës Karakashi, i cili e përcjell gëzimin bashkë me shokët e gjithë skuadrës, janë afruar edhe gjithë stafi i është e bukur, emocionet të bukura, pasi kemi dhe një voglusha aty sa duket që feston, ka shkuar edhe drejtuesi teknik, drejtori teknik i skuadrës Renato Malota, i është bashkuar gëzimit të lojtarëve, tek të cilët ka mbritur dhe presidenti i skuadrës së Beslidjes, zoti Pirin Fushaj, merita të cilit ka bërë që ekipi i Beslidjes të jetë sezonin e ardhshëm në kategorinë e parë, pra të jetë në grupin e skuadrave profesioniste të kampionateve shqiptare, dhe me synime të qarta, si që shprehur, ja tani shtrëngon kupën bashkë me Plorin, presidenti i ekipit Pirin Fushaj, dhe është gjithë stafi, është afruar Malota, është Alket Kruja, është stafi teknik dhe drejtuesi i ekipit të Beslidjes, që përqafohen njëri me tjetër, ndërkohë që lojtarët, të gjithë lojtarët me radhë, kalojnë në përduar kupën, simbolin e fitores, dhe tashmë i drejtohen tifozërisë së zjarrt lezhjane për të përshëndetur me ta, pasi përgjatë gjithë kampionatit edhe tifozëria lezhjane, tifozëria zjarrt lezhjane ka patur
një ndikim dhe ka shoqëruar ekipin e vet në të gjitha ndeshjet që ka zhvilluar brenda dhe jashtë fushës së saj. Është emocion, janë spostuar tifozat, kanë zbritur shkallët dhe janë afruar i ndanë vetëm rrethimi i stadiumit, por pavarësisht rrethimit, lojtarët, stafi teknik dhe drejtues dhe tifozëria janë tashmë një, janë në një ritëm, janë në ritmin e fitores, janë në ritmin e gëzimit të lidhshëm, do të thoja. Emocione dhe një satisfakcion i veçantë, do të thoja, edhe për ne në këto transmetime të drejt për drejta. Jemi përpjekur që të bëjmë më të mirën e mundshme, pavarësisht se në jo pak raste kemi hasur vështirësi teknike, të cilat kemi mundur t'i përballojmë ashtu siç kemi ditur ne. Është një fitore që i buzëqesh me të drejtë të gjithë tifozërisë lezhane, por të gjithë qytetit Lezhës dhe të gjithë bashkisë së Lezhës, në gjithë territorin e saj, anë kënd në çdo metër të saj. Është një fitore që ka merituar Malota, përqafot grossisht me trajnerin Elvis Plori dhe ndajnë gëzimin bashkë me njëri tjetrin. Janë, do të thoja unë, ashti teknik i përzgjedhjes së këtyre djemve, pra që morën mbi supet e tyre riskun financiar. Ja kemi dhe disa urime edhe nga tifozëria e qytetit të Kuqovës. Pra Plori dhe Malota kanë marrë përsipër me kompetencë profesionale dhe kanë realizuar më së miri, do të thoja, për zgjedhjen një ekipi elitar. Për zgjedhjen një ekipi elitar si këta djem të mrekullueshëm, këta djem me grind, këta lojtarë të mrekullueshëm që do t'i kishte zili çdo ekip. Është fat dhe privilegj për Beslidjen, në radhë të cilës të luajnë lojtarë të tillë si këto që kanë luajtur këtë kampionat. Njëri më i mirë se sa tjetri. Të gjithë së bashku kanë bërë forcën, kanë bërë impulsin dhe kanë bërë të mundur fitoren. Rikthimin e Beslidjes në kategorinë e parë ka qenë mund dhe djerës, sakrifica, investime serioze, pesha cileve është përballuar nga zoti Pirin Fushaj, i cili kush më shumë se sa ai meriton të vlerësohet jo vetëm nga futbollistët e skuadrës së Beslidjes, por nga gjithë qyteti i Lezhës dhe të gjithë dashamirësit e skuadrës së Beslidjes. Ai e mori Beslidjen në fillim të këtij sezoni me objektiva të qarta dhe realisht në fillim kur deklaronte sigurinë se do të jem në kategorinë e parë, shumë kush mbase nuk e besonte, por është shembulli më i mirë dhe i konkretizuar se aty ku ka vullnet, aty ku ka ide, aty ku ka mbështetje financiare, suksesi nuk mungon. Dhe shembulli konkret është bashkëpunimi i zotit Pirin Fushaj me Bashkinë e Lezhës dhe kryetarin e saj zotin Pirin Reu dhe të gjithë faktorët e tjerë që bën të mundur që të rikthejnë Beslidjen në kategorinë e parë, për të mos harruar objektivin tjetër, rikthimin e saj në elitën e skuadrave shqiptare të futbollit. Siç ndoshta është dukur habi dhe deklarimi që zoti Fushaj pa të bërë në fillim të sezonit, kur tha se Beslidja do të jetë në kategorinë e parë, ai vazhdon të këmbgul në projektet dhe idetë e tija dhe deklaron sërish që Beslidja do të jetë së shpejti në ligën superiore të kampionatit shqiptar. Gjithsesi, është momenti që nga stadiumi Bashkim Sulejmani po përcjellim festën e fitores
dhe pastaj fitore e cila, suksesi i cili do të përcillet, besoj unë dhe mendoj unë, në një festë madhe popullore që ndoshta do të kemi në ditët e ardhshme në qytetin e Lezhës, por kemi edhe një betejë tjetër përpara, pasi kemi një ndeshje për të shpallë kampione e kategorisë dytë me njërin nga skuadrat ose Butrindin ose Orikun që do të vijë nga grupi tjetër i kategorisë së dytë. Dhe atëherë do të jetë vërtet festë dhe fitore. Pasi skuadra e Beslidjes e synon edhe këtë ndeshje për ta fituar dhe për të mbyllur një cikël, do të thoja unë, për të shënuar. Pra mbyllet kampionati, një skuadër mbyll kampionatin pa humbur. Është një skuadër që ka shënuar bollëk golash, janë fushës të kolegu im Gjin Palushi, i cili na përshëndet, ka ardhur nga Lezhë për të ndjekur ndeshjen. Bashkë me zonjën e tij të nderuar dhe me këtë rast i dërgojmë një përshëndetje edhe djalit të tij në Gjermani, zotit Agustin Palushaj, i cili ka emigruar kohë më parë në Gjermani. Lojtarët e skuadrës së Beslidjes janë duke u gëzuar njëri me tjetrin, duke u përçafuar me njëri tjetrin, dhe ne do të zbresim në fushën e Blert për të marrë intervista edhe nga fusha e Blert. Deri atëherë, mirë dëgjoshim. Besoj që vetëm rruga do të na vonoj, punë 3-4 minutash dhe ne do të jemi në fushën e Blert për intervistat e çastit, për të përcjellur drejt për drejt këto momente historike, do të thoja unë, gëzimi për futbollistët e skuadrës Beslidjes dhe për të gjithë Lezhën. Është një fitore që i buzëqesh gjithë Lezhës, një fitore arritur me merit, një fitore që i ka munguar prej vitesh qytetit të Lezhës.